Përshëndetje të shtrenjtët e mi, mirë se vini në Golden Truth Tarot. Dhe tani, le të fillojmë me parashikimin e muajit tetor për shenjën e Shigjetarit. Shigjetar, java e parë e tetorit do të jetë një javë pak e sikletshme, një javë ku do të ndiheni të gjykuar, një javë ku mund t'ju duhet të kaloni një sprov, një test, një javë ku dikush mund t'ju hetoj, të bëj një lloj investigimi për ju, për të marrë më shumë informacion mbi personalitetin tuaj, mbi historikun e punës së mëparshme. Bëni kujdes që t'jeni sa më të përgatitur në këtë javë, sidomos nëse keni gënyer për diçka, nëse keni fshehur diçka, ky është momenti që ajo gënjeshtër mund të dalë në dritë, do duhet të vërtetoni që ajo çfarë keni thënë është realisht ashtu. Dhe mund t'i prek disa shigjetar në aspektin profesional, në punë, ku mund të keni një takime e prorët tuaj, ato mund të bëjnë një analizë të performancës tuaj në punë, edhe mund t'ju kërkojnë që të performoni më mirë, apo mund të ketë aspekte që janë të pakënaqur edhe t'ju kërkojnë llogari. Mund tjetë edhe diçka që është më serioze për disa shigjetar, ku nëse ka pasur ankesa për ju, nëse është ankuar një klient apo është ankuar një koleg tjetër në punë, atëherë mund t'ju kërkohet llogari më shumë, mund të hetohet ngjarja, çfarë ka ndodhur, pse ka ndodhur e të tjera. Për disa shigjetar, nëse keni gënyer që keni një aftësi të caktuar në punë, e keni shtuar në rezume, por në fakt ju nuk jeni të përgatitur, mundet ju jepet një detyrë që ka të bëjë pikërisht me këtë gjë dhe do të gjendeni në vështirësi sepse nuk do dini si të reagoni aty për momentin. Prandaj është mirë që t'jeni të përgatitur, sepse do keni një ballafaqim me të vërtetën shigjetar. E shikoj edhe si një situatë që disa do preken në aspektin romantik, për sa i përket dashurisë, ku partneri ose partnerja mund t'ju akuzoj për një tradhtim, mundet të thotë që ti po më gënjen, ka diçka që nuk shkon, po më fshe diçka, mundet që t'ju kërkoj prova, mund t'ju pyesi për diçka që ju keni gënyer dhe në fakt partneri ose partnerja ka prova që nuk është ashtu, që ti i ke thënë kam qenë diku tjetër edhe në fakt dhe që ke qenë diku tjetër edhe mund ta vërtetoj këtë gjë. Do jetë një situatë e ngarkuar nga ana emocionale, sepse kemi edhe me datë 7 tetor, kemi hënën e plot në dash. Dashi është energji zjarri, një lloj si ju. Dashi do t'ju bëj, kjo energjia e hënës së plot do t'ju bëj që gjërat që janë të fshehura të dalin në sipërfaqe dhe ju vetë do jeni goxha impulsiv shigjetar. Ju vetë do jeni goxha të vendosur, të rrëmbyer, të paduruar, nuk keni dhe shumë dëshirë për të gënyer, thoni ok, të zbulohet e vërteta, e kam bërë çfarë kam bërë, jam gati të përballem me pasojat, sido që t'jetë, ose mund t'jeni edhe ju më sulmues, të kërkoni llogari palës tjetër, ta ktheni situatën duke kërkuar llogari, ok, ti më kërkon mua, po ti çfarë ke bër, ose në punë duke thënë nuk ka mundësi që ta bëj këtë gjë, duke kundërshtuar. Mund të jetë një situatë për disa shigjetar, nëse keni raporte pune me klient ose punoni me ortakëri të ndryshme apo punoni me disa persona për disa projekte, mundet keni premtuar shumë dhe në fakt nuk akoma ato çfarë ju keni premtuar nuk kanë rezultuar ashtu dhe tani ju kërkohet llogari që më ke premtuar do punojmë bashkë, do fitojmë kaq, në fakt s'kemi fituar akoma, apo s'më ke dhënë pjesën e parave që më takon. Bëni kujdes se ajo energjia e dashit mund t'ju çojë deri në konflikt, mund t'ju çojë deri në ballafaqime të forta për shkak të asaj energjisë intensive, jeni vetë të paduruar, jeni vetë impulsiv në këtë kohë, do t'jeni vetë me një rrëmbim të madh për t'i mbaruar gjërat se nuk keni shumë durim. Por java e dytë më thot qartë që bëni kujdes, është më mirë të jeni të tërhequr, të jeni pasiv, të shikoni situatën me strategji, sesa të
thoni të gjitha, se sa të nxirrni të gjitha të vërtetat dhe më pas pasojat mund të jenë më të mëdha dhe mund të jenë më të forta për ju. Kështu që përpiquni ta kaloni situatën me zgjuarsi, me dinakëri. Nëse ju kërkohet diçka në punë, ti nuk e di për momentin, thua po patjetër do ta bëj, ja të mbaroj se kam një gjë tjetër në dorë, sa ta mbaroj atë do të filloj të punoj me këtë gjë, ose ja një moment më duhet të mbaroj diçka tjetër, gjeni një justifikim sa për të dalë nga situata. Edhe nëse ky diskutim ndodh në çift, mos ktheni përgjigje shumë, mos gënjeni, sepse ndonjëherë gënjeshtra mbi gënjeshtër harroni se çfarë keni gënjur si fillim apo çfarë keni thënë dhe krijohet një situatë më bëhet akoma edhe më e koklavitur e gjitha. Qëndroni në heshtje, dëgjojeni partnerin ose partneren se çfarë vërejtjesh ka ndaj jush. Nëse jeni të investuar dhe kjo është një marrëdhënie e rëndësishme që doni ta mbani në afat gjatë, atëherë mendojeni a ja vlen lojrat që po luani, nëse jeni përfshirë me dikë tjetër, a ja vlen që ta vazhdoni këtë njohje tjetër me mundësinë për të prishur raportin që ju keni, që është më i rëndësishëm edhe është afatgjatë. Bëjani këto si pyetje vetes, po më të tërhequr do fitoni vetëm po ta analizoni situatën në me qetësi, me shumë strategji dhe me shumë kujdes. Po të kalonin atë shpërthimin edhe thoni, po, unë e kam bërë këtë gjë, po kam dalë, kam folur me këtë person, po e di çfarë të kam gënjur, se të kam thënë që dita bëj këtë punë dhe në fakt nuk e kam bërë asnjëherë më përpara. Nëse i thoni gjërat e tilla, pastaj sigurisht impakti do të jetë më i madh në vijim. E shikoj javën e tretë si një javë ku do doni të qetësoheni, një javë ku do doni të dilni, një javë ku do doni të argëtoheni. Mund të jetë edhe një rast i tillë, sepse kemi hënën e re në peshore, që është me datë 21 tetor. Hëna e re në peshore është një kohë e mirë për të dalë, për të argëtuar. Mund t'ju ftoj në një ditëlindje, mund t'ju ftoj në një rast feste që do mblidheni me persona të tjerë. Keni nevojë për këtë gjë bazë këtyre 2 javëve të forta me ku keni pasur shumë presion, shumë trysni, keni nevojë thjesht të dilni, thjesht të argëtoheni, të jeni vetvetja, t'ja kaloni bukur, t'ja kaloni mirë. Keni një grup shoqëror rreth jush që argëtoheni, janë njerëz pozitiv, ju a duan të mirën, keni raporte shoqërore fantastike. Edhe për çiftet do të jetë e vështirë për ju të qëndroni shumë të kufizuar. Keni nevojë për liri shigjetar. Kur fillon edhe situata bëhet posesive dhe mund të ndodhë kjo pjesa e posesivitetit për ju dhe për faktin që Mërkuri, planeti i komunikimit përgjatë pjesës më të madhe nga data 6 deri me datë 29 është në shenjën e Akrepit. Energjia e Akrepit i bën çiftet që të kenë më shumë dyshime, i bën çiftet që të të duan të kontrollojnë rrjetet sociale më shumë, janë më xhelozia shtohet më shumë gjatë kohës kur Mërkuri është në Akrep. Dhe për ju kjo bëhet mbytëse, nëse kalon në posesivitet, nëse kalon në një kontroll të tepërt, bëhet mbytëse dhe keni si formë rebelimi këtë pjesën e të dalurit. Për disa shigjetar, kjo do jetë një formë për t'i treguar partnerit ose partneres që shiko se ti nuk më kontrollon dot, nuk më mban dot në kthetrat e tua. Për dikë tjetër, nëse jeni single, nëse keni biseduar me dikë dhe zbuloni që ky person flet edhe me dikë tjetër, pra nuk është totalisht i fokusuar ose e fokusuar në një raport, në një njohje vetëm me ju, po ka disa kontakte, disa njohje, edhe për ju do të jetë java e tretë një javë ku thoni ok, është le të filloj të krijoj njohje të tjera dhe unë, të dalë edhe unë me shoqërinë, pse po e kufizoj veten kur ky person s'më ka dhënë fjalën që është angazhuar totalisht me mua. Dhe java e fundit do të jetë një javë ku do ndiheni më mirë, do ndiheni më të qetë, do kaloni në atë më tepër në atë energjinë tuaj, ju shoh më me konfidencë, ju shoh më të qartë në gjërat që doni të realizoni. Mërkuri futet në shigjetar me datë 29
tetor, dhe kjo do t'jetë diçka mjaft pozitive, sepse do t'ju bëj që atë intensitetin, xhelozin, këto problemet e pjesës më të madhe të tetorit të lini pas, shumë më të shkatët në këtë kohë. Energjia më tregon që do t'jeni të aftë të mbaroni shumë gjëra në aspektin pastaj të dashurisë dhe të romancës. Kush është single në javën e fundit do të keni opsione për të njohur dikë, flirte, romanca të shkurtra, do të jeni shumë aktiv në këtë drejtim, sepse e dini se sa të admiruar jeni, dini që mund të bëni zotësinë që keni që mund të bëni për vete, çdo që ju vendosni të bëni për vete, dhe për këtë arsye nuk keni frikë. Edhe nëse ju ndodh diçka në aspektin e punës, ku ndjeni në presion, do ndryshoj situata deri në fund të muajit, sepse ju do të ktheheni në atë konfidencën tuaj dhe do të merrni shumë gjëra përsipër. Ato vrejtjet që mund të jenë bërë në fillim të muajit, ju do të tregoni që jo vetëm mund të bëni aq, po edhe shumë e shumë më tepër, sepse nuk ju pëlqen kur ju nënvlerësojnë, nuk ju pëlqen kur dyshojnë tek aftësitë tuaja shigjetar, ju menjëherë doni të tregoni të kundërtën, që shiko se unë ndoshta ishte një periudhë pak e lodhshme, pak e vështirë, por në fakt ky jam unë ose kjo jam unë. Kjo është performanca që mund të bëj. Se ju keni energji të jashtëzakonshme dhe mund të punoni me orë të gjata, jeni kur fokusoheni dikuj që ja vini syrin diçka e që doni ta bëni, jeni të pandalshëm derisa e arrini atë çfarë ju dëshironi. Por nga ëngjëjt, orakulli thot për ju, mesazhi është i qartë për muajin tetor. Thot wait, prit, mos u nxitoni në tetor, sidomos në javën e parë dhe në javën e dytë. Mos u nxitoni të tregoni planet tuaja, të tregoni sekretet tuaja, mos u nxitoni të tregoni tërësisht të sinqert për çfarë ka ndodhur, çfarë po bëni. Mendoni me strategji në punë, me strategji në raport në çift, me strategji në njohje të reja, edhe nëse jeni për ato shigjetar që janë single, por flisni me persona të ndryshëm, pa marrë një lloj konfirmimi të saktë që edhe pala tjetër është tërësisht fokusuar tek ju, edhe ju jeni duke biseduar me disa persona, duke krijuar njohje me disa persona, mos e kufizoni veten, mos tregoni gjithçka totalisht, çdo gjë çfarë keni kaluar apo çfarë po ndodh, pa pasur atë sigurinë që edhe personi tjetër është po aq i sinqert sa që jeni ju. Prisni në 2 javët e para, sidomos me kujdes. Sa më të duruar të jeni, sa më të qetë të jeni, aq më mirë do të jetë. Përpiquni ta menaxhoni këtë energjinë e hënës së plot në dash, sepse është me datë 7, siç ju thash, po 2-3 ditë para, 2-3 ditë pas do jeni pak të acaruar, të irrituar, pa shumë durim, të rrëmbyer, doni gjërat i mbaroni shpejt, i kaloni shpejt, mund t'i thoni dikujt edhe një fjalë më shumë, edhe mund të kaloj, thash, rastet më ekstreme, uroj mos jetë situata për ju shigjetar, por në rastet më ekstreme mund të shpërtheni deri në agresivitet, sa ajo energjia e zjarrit ju bën që të jeni më të guximshëm edhe më të përballeni me njerëzit edhe në mënyrë fizike. Kështu që bëni kujdes, më të përmbajtur, më të qetë, do ta kaloni këto 2 javët e para, pastaj situata do të kthehet drejt normalitetit për ju. Okej, shigjetar, kjo është gjithçka që unë shikoj për muajin tetor. Ju falenderoj shumë që më ndoqët. Nëse ju pëlqeu ky lexim, ju lutem më jepni një like, një koment. Mos harroni të abonoheni, të bëni subscribe që mos u humbisni videot e ardhshme. Dhe nëse jeni të interesuar për një lexim privat me mua, mund të rezervoni online në website-in tim në www.goldentruthtarot.com. Linkun e gjeni këtu poshtë tek videot e tek përshkrimi. Ju uroj gjithë të mirat. Mirupafshim.